Çështja e pronave është një nga historitë më dramatike dhe më tragjike të shtetit dhe së pari të shtetësve shqiptarë. Dhe mendoj që do të paguajmë për kohë gjatë për këtë. Pa dyshim, sepse nuk ishte thjesht tjetërsimi. Ai ligj përveç se i coptoi pronën atij që e kishte patur, fillimet post diktaturës, sepse s'po e quaj dot demokraci. Absolutisht, edhe sot nuk jemi në demokraci. Edhe sot nuk jemi në demokraci. U shoqëruan edhe me një fenomen tjetër që ishte fenomeni i lëvizjes kaotike demografike brenda vendit, ku gjithkush shko, gjej tokë të lirë, ngul kasollën, ngul shtëpinë, ngul biznesin, ngul dyqanin, edhe u pushtun toka, u pushtun fusha dhe në fund, pas ligjit që ndau pronën për frym, vjen një tjetër ligj që u përpoq të mbyllte një kapitull të zi në raport me respektimin e ligjit në Shqipëri, që ishte ligji i legalizimeve, për të shndruar në pronë të ligjshme atë që ishte zaptuar dhe pushtuar në mënyrë të paligjshme, dhe ju vuka pak me shpresën kësaj historie që të mbyllet një epokë. Por pasojat janë aty. Ato prona aty, dikush i ka fituar me gjyq përmes falsifikimit letrave, dikush tjetër pretendon që e ka të ndarë me këtë ligjin 7501. Njëri thot ma ka njoh gjykata, tjetri t'ja ka njoh hipoteka, dhe është një histori çorap që ndodh në çdo rast kur ka gjyqe pronash, sepse këtu, përveç ligjit, përveç historive të tapive të vjetra që përplasashin me atë që u dha toka me 7501-shin, dhe u bën, njëri e kishte me 7501-shin, tjetër vite me tapinë e Zogut, tjetër vite me tapinë e Turkut. Pastaj erdhi ai i funit fare, që ishte i korruptuari. I korruptuari i vuni ferrën të gjithë këtyre të tjerëve, me tapi 7501, me tapi Zogun, me tapi Turku, ai vajti korruptoi hipotekën. Korruptoi gjykatën. E mori në hartë, korruptoi gjykatën, e mori me vendim, dhe pastaj filloi shiste të tjerëve dhe bënte biznes. Pra, e gjithë kjo histori është një histori tipike e një shteti që nuk ka ditur kur të shndrohet në shtet, dhe për mua shteti fillon tek respektimi i pronës së shtetasit.